Të nderuar shikues, po ndiqni lajmet qendrore në televizionin 7. Siç edhe kishim paralajmëruar vazhdimisht nga Partia Demokratike e Kosovës, duket se nuk e kanë ndërmend të ndalen. Për të 5 ditë radhazi, deputet të kësaj partie kanë vazhduar aksionin para qeverisë. Kësaj radhe atyre ju bashkuan edhe prodhuesit vendor, të cilët kërkuan funksionalizimin sa më të shpejtë të institucioneve. As të mërkurën nuk munguan. Për të 5 herë radhazi, Partia Demokratike e Kosovës ka vazhduar aksionin e saj para qeverisë. Të ullur para dyerve, ata po bllokojnë hyrjen, ndërsa kësaj here ju bashkuan edhe prodhuesit vendor. Ata u përshëndetën nga deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës. Në mesin e prodhuesve vendor ishte edhe Abedin Ramadani, i cili tha se kriza institucionale po e rëndon edhe më shumë gjendjen e prodhuesve. Kur kuvendi nuk funksionon dhe vendi mbahet nën bllokad, askush nuk mirret me seriozitet me hallet tona. Nuk ka debat për mbështetjen e prodhuesve, për subvencionet, për tregun, për mbrojtjen e prodhimit vendor apo për politika që duhet të na mbrojnë. Sipas tij, pasojat e mbylljes së një ferme apo biznesi janë të rënda dhe vështirë të rikuperohen. Zotri Kurti konstituoi kuvendin. Lejoj deputet të hyjnë në sallë dhe të flasin për problemet reale që qytetarët dhe fermerët përballën bizneset. Ju lutemi, situata është e jashtëzakonshme. Përndryshe, nëse kjo gjendje vazhdon, për shumë prodhues vendor, falimentimi po bëhet rrezik real. Thirrje direkte për Kurtin kishte edhe Ramadani, duke i kërkuar që ta hapë rrugën për konstituimin e kuvendit. Kur një fermë mbyllet, ajo nuk mundet të hapet me një vendim të qeverisë. Ajo mbyllet përgjithmonë. Ne duam si fermer të punojmë, duam të prodhojmë, duam të investojmë këtu, por shteti duhet të na jep arsye për të vazhduar, jo arsye për të hequr dorë. E përsëri, si çdo herë tjetër, ku shkuan dhe tentuan të hyjnë brenda qeverisë, dera ishte e mbyllur. Deputeti Artan Behrami dhe deputetja Ariana Musliu Shoshi u kthyen prapa. Përveç aksionit para qeverisë, PDK ka përsëritur letrën për kryesuesin e seancës konstituive të kuvendit, Avni Deharin, duke i kërkuar edhe një herë tjetër që të thërras vazhdimin e seancës. Qitaku i ka kërkuar Deharit që të thërras vazhdimin e saj për nesër në orën 11. I nderuar zoti Dehari, në cilësinë tuaj si kryesues i seancës konstituive sipas moshës, në përputhje me nenin 9 të rregullorës së punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, në emër të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, kërkojmë nga ju që të përmbushni obligimin tuaj kushtetues dhe procedural dhe që më 20 gusht 2026 në ora 11 të thirrni vazhdimin e seancës konstituive, ashtu siç kërkohet edhe me rregullorën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, thuhet në letrën e PDK-s dërguar Deharit. E derisa Qitaku e deputet të tjerë po e presnin kryeministri në detyrë para qeverisë, ai ndodhej jashtë kryeqytetit dhe larg këtyre zhvillimeve. Mëngjesi Albin Kurtin e gjeti në ujërat termale të banjës së Malishevës. Deputetët e PDK-s shkuan te zyra e tij për ta takuar. Është hera e 5 që ata duan t'i thonë Albin Kurtit konstituo kuvendin. Por kryeministri në detyrë të mërkurën nuk ishte në zyrë, nuk ishte madje as në Prishtinë. Mëngjesi e gjeti në ujërat termale të banjës së Malishevës. Bashkë me të po freskoheshin edhe 2 bashkëpartiakët e tij, Gani Krasniqi e Valon Hoti. Ata nuk njoftuan për këtë aktivitet të hershëm, por këtë e bëri publike deputetja e PDK-s Ganimete Musliu. Sot në orën 7:30 të mëngjesit, kur ne po presnim para zyreve të qeverisë, deputeti Albin Kurti po bënte qev bashkë me bashkëpartiakët e tij Gani Krasniqi e Valon Hoti në pishinë në banjë të Malishevës. Se Kurti e nisi ditën në banjë të Malishevës e konfirmoi edhe vetë deputeti i LVV-s Valon Hoti. Si mysafir në Kosova Live, deputeti nga Malisheva tha se bëhej fjalë për një shkëputje nga zhvillimet politike. Që në ora 7 të mëngjesit dhe me siguri do të jemi edhe herave tjera pse jo, kjo është pronë e pasuri publike që kryeministri e frekuenton, është njëra prej pishinave, po themi që s'ka pas investim prej vitit 1975 aty dhe sigurisht po përpiqemi që të ketë në të ardhmen, edhe as nuk ka qenë resort luksuz.
Sipas Hotit, kjo ishte një kohë pushimi për Kurten, ndërsa mohoi se kryeministri në detyrë kishte qenë në dieni për aksionin e opozitës. Nuk i ndjek agjendat e tyre, as kam pa njoftim publik, por sigurisht që s'do ta respektonin prap. Aty po them me korrektësi. Kurti ka shkuar pa paralajmërim në këtë qendër dhe ka qëndruar më shumë se një orë në pishinë. Më pas, sipas informacioneve, ai bashkë me shoqëruesit është ndalur në një kafe në afërsi, por interesimi për ta takuar kryeministrin sipas banorëve aty ka qenë i vogël. E deputeti i PDK-s Artan Behrami pret që kjo vizitë e Kurtit në Bajnë t'i ndihmojë atij që të marrë vendimin e nesër të thirrët seanca konstituive e Kuvendit. Kështu u shpreh sot në emisionin frontal me Arsim Ljanin, duke shtuar se gjithçka mbetet të shihet të njëjtë. Ganimeti Mostrive ka publiku këtë video të Kurtit në Bajë të Malishevës, po Arsim, a i mund të shkoj edhe në Bajë të Malishevës, edhe në bajat e famshme që i ka Norvegjia, po as uji atyre banjave në Norvegji, as kë uji banjave në Kosovë nuk mundet me jala me kate që ka ba Albin Kurti Kosovës, edhe sa ka qenë opozit, e sidomos tash, kur ai i ka okupu kërrejt institucionet e Republikës së Kosovës nga zyra presidentës, e deri të kalaja prezident që po tenton edhe atje me fut njerëz të tij. Pra, këto boja që ka shku, boja Malishevës thonë që shumë e famshme për shërimin e luksit, shpresoj që të ketë ndihmuar Zotit Kurti, edhe pse që shpëthojnë në për qytet këto legjendat urbane kë pen qatë shumë mas orës 5, që nuk e di me njëherë një banë me shku mundet me ashëru luksin. Po si do qovë, shpresoj që i ka bo mirë, shpresoj që është këndel, edhe do të shohim nesër nëse është këndel, sepse nesër ne si Parti Demokratike kemi thirrë seancë, kemi kërku prej Zotit Deari që ta thret seancën ashtu që shë parashe rregulloria e Kuvendit të Republikës Kosovës, e miratuar me 2/3 të deputetëve, pra me shumicë absolute, çdo 48 orë na obligon me qenë në sallë për me themelu institucionet. Jo për notin e Kurtit, por për aksionin simbolik që ajo zhvilloi ndaj tij në seancën e Kuvendit, është deklaruar sot deputetja Time Kadriaj. Kjo ka mohuar se pas këtij veprimi ka pasur ndonjë skenar apo organizim tjetër politik, duke thënë se gjithçka ishte spontane. Ishte dalja e parë e saj në një konferencë që nga ky moment. E nga holli Kuvendit, deputetja Aleancës Time Kadriaj foli për momentin e asaj që ajo e quan aksion spontan dhe simbolik. Ajo tha se veprimi i saj kishte për qëllim të kërkonte respektimin e kushtetutës dhe e cilësoi si manipulim përdorimin e këtij rasti nga lëvizja vetëvendosje për mosthirrjen e seancës. Aksioni im ka qenë krejt spontan. Nëse a ditë kishë ndodhur konstituimi i Kuvendit, nuk ka pas zhujtje me bezë, s'ka pas skenar tjetër, s'ka pas organizim tjetër. Kjo është një manipulim i radhës i lëvizjes vetëvendosje dhe kjo nuk është arsyeja sepse s'ka pas. E Kadriaj tha se krahas 6 kushteve të aleancës, ajo thot se ka biseduar me kolegët për ta shtuar edhe një tjetër, atë për zhbërjen e ligjit për shtetësinë. Unë me kolegë kom diskutu, ndoshta është mirë me shtu edhe një kusht që të zhbëhet ligji për shtetësinë e Kosovës, është një ligj i cili po e dëmton Kosovën. Përderisa do të ketë shkelje të kushtetuesës, sigurisht se ndoshta do të mendojmë për në një aksion opozitor. Së bashku me Kadriaj ishte edhe Burim Ramadani, i cili ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje se po vazhdon me shkeljet ligjore, kushtetuese dhe financiare. Ai tha se bëhet fjalë për 463 të emëruar politik, përfshirë anëtar të kabineteve, këshilltar dhe shofer, të cilët sipas tij janë emëruar para zgjedhjeve të 7 qershorit. Dhe jemi duke folë për gjysmë milioni euro, zhvatje vetëm për pagat e militantëve të lëvizjes vetëvendosje në zyret e qeverisë. Është e qartë se janë 463 të emëruar politik në institucionet qeveritare, pra po flasim për kabinetet, këshilltarët, shoferët e të tjerët, të cilët kanë qenë të emëruar ligjërisht para zgjedhjeve të 7 qershorit. Ramadani krahasoi shumën mujore të pagave të pretenduara me pagët e pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe zjarrfeksëve.
dhe kërkoi nga prokuroria e shtetit që të nisë hetim për këto pretendime dhe të identifikojë personat përgjegjës. E ai që Kurtit i doli para që të mos goditi nga vezët gjatë këtij aksioni ishte pikërisht deputeti Valon Hoti. Ky të mërkurë në emisionin Kosova Live ka treguar se pse vrapoi te deputetja për ta penguar. Edhe janë të mira, edhe i mirëpres në shumicën e rasteve, edhe i respektoj kur konsideroj që janë të duhuna. Këtu nuk ka diçka që s'ka qenë publike, po shihni edhe tani videon, gjithçka ka qenë veprim i aty për aty shumë në kuadër të neutralizimit dhe të qetësimit të situatës, dhe i gjithë veprimi im aty ka qenë i zakonshëm në reagim sikur me një kolege që mund ta kisha në grup parlamentar. Ka pasur një kontakt maksimalisht jam përpjekur ta respektoj pa shtyrë me dur, thjesht të neutralizoj situatën aty. Dhe nuk besoj që edhe kolegja time Kadrian nga kjo është ndjerë e cenuar ose e lëndume qoftë fizikisht, qoftë edhe në kuptimin. Jo, ajo një reagim të ajo shka pasur, që mos më prek, ajo shihet në video. Në fakt, ajo kretë qka ka pas reagim shihet në atë video s'mund të temë dhe ma tepë. Ja, pikërisht ky ishte momenti, po që ju thëtë që mos më prek. Por e njëtë aty kishte kontakt kolegu Besnik Tahiri, por nuk e marë për të keq atë reagim e ti. Që ju ka larguar. E gjitha në kuadrë të pasoj situata aty. Unë madje i respektoj edhe aksionet opozitare dhe vi për një organizate ku jemi rritur në aksion. Bile kanë qenë base edhe matë ashpra, sigurisht ju i dini se kanë qenë publike. Një komenti thjesht në Kuvendin e Kosovës në ditën e përplasjes së deputetëve të PDK-s dhe atyre të vetvendosjes, nxënësës së re nga Obiliqi Olsa Sadikut i kushtoi me përjashtim nga rrjeti rinor i Kosovës e njohur si Kuvendi i të rinjve. Kjo për televizionin 7 ka komentuar vendimin duke thënë se atë ditë nuk ka dhënë qëndrim politik dhe se deklarata e saj ishte krejtësisht spontane. Dita e rinis ishte momenti ku ajo do të humbte pozitën e saj si përfaqësuese e të rinjve nga Obiliqi. Vesh një javë më parë, Olsa Sadiku shkoi në Kuvendin e Kosovës pasi ishin ftuar nga vetë ushtruesja e detyrës së presidentës për të parë nga afër vendin prej ku punojnë përfaqësuesit e popullit. Mirë po 17 vjeçarja Olsa Sadiku nuk ishte në dieni se aty do të shkonte edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës e situata më pas do të bëhej kaotike. Me këtë rast, ajo tha një fjali krejt spontane. E veç disa ditë më pas, ajo informua se nuk mund të ushtrojmë detyrën e saj. Kërkesa e vetme që ajo kishte ishte që vendi të ketë institucione. Unë kanë qenë thirrur nga KRK-ja të jam pjesë aktivitetit për ditën e rinis në Kuvendin e Kosovës. Kemi qenë pjesëmarrës në Kuvend, në momentin që është bërë ushtymja mes deputetëve, domethënë përleshja, edhe unë thjesht kam thonë një fjali që 2 vjet nuk kemi qeveri, nuk jam prononcuar në mënyrë politike, ka qenë një mendim im qytetari si një re që kërkoj që vendin ku jam lindur dhe jetoj dhe e bëj të gjithë përvojën time të kem institucione. Sipas saj, arsyetimi i Kuvendit të rinisë së Kosovës për shkarkimin e saj është jo valid, madje një gjë e tillë u bë pa paralajmëre. Rregulloria joni ka këto këto ligje që duhen mos zbatu, edhe që kanë qenë rregullore, nuk është që kam gjetë dikun që ekziston dikun rregulloria, kam lyp edhe në Google edhe në Facebook, nuk e kam po, edhe që ka qenë arsyetimi. E njëjta pati edhe një mesazh. Kom dosht në mënyrë transparente me tregu tek publiku që edhe një të rinjët kemi zot do të mund dëgju zërion edhe mos më shkel drejtat tona. Besoj që ky ka më qenë kogja një farë paralajmërimi që mos mendon të ardhmen të dikush tjetër. Ndërkaq që nga KRK thanë se përjashtimi është bërë pasi ajo ka shfaqur publikisht afërsi dhe mbështetje ndaj njërës prej përfaqësuesve politike të përfshira në debat. Derisa jemi te Kuvendi dhe institucionet e tjera, ditën e djeshme në mediat e vendit u raportua se një nga emrat që po diskutohet mes vetvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës si emër potencial për presidentin e ardhshëm të vendit është edhe ai i Ilaz Ramajlit. Lidhur me këto raportime, ky i fundit tha se ai nuk ka pranuar asnjë ftesë nga partitë, por se edhe nëse i ofrohet një pozitë e tillë, ai nuk do ta pranojë. Edhe unë e kam pa në për gazeta, mua nuk më ka thirr askush. Mirë po edhe po të ndodhte kjo,
Unë e konsideroj pozitën e presidentit në këtë situatë shumë të rëndësishme dhe unë për shkak të moshës nuk jam në gjendje që të pranoj një detyrë të tillë dhe po të më ofrohej. Do të thotë nuk më ka kontaktuar askush, unë veç nëpër media e kam pa, por edhe po të ndodhte ajo, unë s'jam i gatshëm të pranoj një detyrë të tillë për shkak të moshës. Unë edhe ashtu para 2 viteve edhe aktivitetet në profesionin tim i kam përfunduar dhe tash jam pensionist, tha ai për gazetën Express. Edhe drejtoresha e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, Feride Rushiti, tha se emri i saj nuk është diskutuar më si kandidate potenciale për presidente të vendit, pasi në fund të prillit nuk u votua për shefe të shtetit si e propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Rushiti tha gazetës Express se për kur nuk pati konsensus për votimin e saj, ka qenë plotësisht e qetë dhe po e vazhdon punën në organizatën që e ka themeluar vetë ajo. Jo pas atij momenti që kam qenë si kandidate për presidente, kam qenë plotësisht e qetë dhe po vazhdoj punën time në QKRMT, ashtu si që kam thënë edhe në konferencën për shtyp që e kam pas atëherë, tha ajo. Vazhdojmë me lajmët nga siguria. 3 persona janë arrestuar në Prizren në ndyshimin për fajde në një aksion të policisë së Kosovës dhe prokurorisë. Gjatë arrestimit, njëri nga të dyshuarit tentoi të ikte me automjet duke goditur një 17 vjeçare dhe një zyrtar policor. Po përgatitnin armët e tyre derisa kishin një lekun antiplom të vendosur. Këto ishin përgatitjet e para të zyrtarëve policor, të cilët me urdhër të prokurorisë themelore në Prizren ndërmorën aksion këtë të mërkur. Cak i tyre ishin disa të dyshuar për veprat penale të fajdes. Pasi u realizuan disa bastisje, në pranga përfunduan 3 persona të dyshuar. Fadel Selimi, Beqir Selimi, të cilët janë vëllezër, dhe Arsim Dogani. E derisa policia po kryente këtë aksion, njëri nga të dyshuarit nuk është ndalur me automjek dhe ka vazhduar ikjen. Gjatë ikjes, i dyshuari ka goditur me automjek një 17 vjeçare dhe një zyrtar policor, thot zëdhënësi policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqer Bytyqi. Gjatë tentimit për arrestimin e njërit prej të dyshuarve, i dyshuari nuk është ndalur me automjet dhe ka vazhduar ikjen. Gjatë ikjes, i njëjti ka goditur një këmbësore, femër 17 vjeçare, e cila sipas vlerësimit të mjekëve ka pësuar lëndime dhe është jashtë rrezikut për jetë. Po gjatë ikjes, i dyshuari ka goditur edhe një zyrtar policor, hetues nga drejtoria e përgjithshme e policisë në Prishtinë, i cili ka pësuar lëndime të lehta trupore. Policia në videon e publikuar ka treguar edhe shenjat e veturës së dëmtuar, si dhe sekuestrimin e parave të gatshme, identifikimin e substancave narkotike dhe armave. Policia intervenoi edhe në një aksident të rënd trafiku që ka ndodhur në orët e para të së mërkurës në rrugën nacionale Mitrovic-Prishtinë në segmentin rrugor në fshatin Smrekonisë së Vushtrës. 2 persona kanë humbur jetën si pasojë e plagëve të rënda. Sipas policisë së Kosovës, aksidenti ka ndodhur rreth orës 2:53 dhe në të është përfshirë një veturë në të cilën ndodheshin shoferi dhe një pasager. Të 2 personat janë dërguar për trajtim mjekësor, por mjekët kanë konstatuar vdekjen e tyre. Viktimat të 2 meshkuj të moshës 22 dhe 24 vjeç me urdhër të prokurorit kompetent janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Njësia rajonale e trafikut në koordinim dhe në nëntheqjen e prokurorit kompetent është duke zhvilluar hetimet për të përcaktuar rrethanat dhe shkaqet e aksidentit. Ndërkohë, një shtetas i Kosovës është arrestuar në një pikë kufitare ndërkombëtare në Kroaci, pasi gjatë kontrollit kufitar është konstatuar se ndaj tij kishte një flet arrestim ndërkombëtar të lëshuar nga Interpoli në Beograd. Sipas mediave kroate, bëhet fjalë për B.B, 49 vjeçar nga Nerodimi e Poshtme, i cili ishte duke hyrë në Kroaci si drejtues i një automjeti të tipit Audi A6 me targa gjermane. Gjatë kontrollit të pasaportës, autoritetet kroate kanë konstatuar se të dhënat e tij figuronin në bazën e të dhënave të Interpolit për qëllim arrestimi dhe ekstradimi. Flet arrestimi ndaj tij ishte lëshuar më 29 prill 2024 me kërkesë të Interpolit në Beograd. Serbia akuzon shtetasin kosovar se gjatë luftës në Kosovë në fund të viteve 90 kishte kryer krime lufte ndaj popullsisë civile.
E përmes një komunikate të përbashkët, Prokuroria Speciale e Policia e Kosovës dhe Instituti i Mjekësisë Ligjore ka njoftuar për gjetjen e radhës në kuadër të veprimeve të gërmimit dhe ekshumimit në rastin në Zubin Potok në lokacionet e dyshuara. Në njoftim shtohet se bazuar në vlerësimin preliminar, ekipët e Institutit të Mjekësisë Ligjore kanë gjetur mbetje kockore, të cilat dyshohet se u përkasin së paku 23 individëve dhe se identifikimi i plot do të bëhet pas përfundimit të ekzaminimeve mjekoligjore dhe procedurave përkatëse. E lidhur me rastin, aktualisht po hetohen 3 persona, J.R, M.Q dhe M.B, në ndyshimin për kryerjen e veprës penale, krime lufte kundër popullsisë civile, të cilën ndodhen në masën e paraburgimit. Derisa jemi te siguria, ajo në Urën e Ibrit tashmë po mbikëqyrët edhe nga Policia e Kosovës, ndërsa hapja e saj për qarkullem po shihet si një proces që pritet të zhvillohet në koordinim me NATO-n dhe aktorët ndërkombëtar. Ndërkohë, nga Beogradi janë paralajmëruar kundërshtime për këtë proces. Tashmë siguria në Urën e Ibrit po mbikëqyrët edhe nga Policia e Kosovës. Ura, dikur simboli ndarjes së Mitrovicës, në vitin 2024 u bë pjesë e debatit pas përpjekjeve të qeverisë për hapjen e saj për qarkullim. Bashkimi Evropian kërkoi koordinim me autoritetet kosovare, ndërsa tashmë thuhet se janë përmbushur kushtet për hapjen e saj. Për gazetën Ekspres, një zyrtar i NATO-s tha se KFOR-i po e mbështet Bashkimin Evropian në përpjekje diplomatike, ndërsa çdo veprim për hapjen e urës për automjete duhet t'i adresojë nevojat e të gjitha komuniteteve. KFOR-i tha se prania e tij do të vazhdojë në veri dhe jo këto Mitrovicës për nevojat e sigurisë. Personeli ynë është i pozicionuar mirë për t'ju përgjigjur çdo zhvillimi të rëndësishëm në përputhje me mandatin e kahershëm të KFOR-it të përcaktuar nga OKB-ja. KFOR-i do të mbajë prani të dokshme në Mitrovicën e Jugut dhe të Veriut, si dhe në Veriun e Kosovës, dhe do të vazhdojë kontributin e tij për ruajtjen e një mjedisit të sigurt dhe të qetë për të gjitha komunitetet. Ndërsa ish krye inspektori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës tha për të shtatë se agenda këtij tranzicioni tashmë është vendosur dhe do të jetë deri në fund të gushtit. Dhe zdyti që është jashtëzakonisht me rëndësi, është që procesi i hapjes zyrtare të urës të kaloj në koordinim me NATO sipas një agjende që tashmë është vendosur deri në fund të muajit gusht, e pastaj të vlerësohet se si duhet të zhvillohet në tutje. Ramadani tha se këto tema janë përtej çështjeve vendore. Ndërkaq sa i përket hapjes zyrtare e përfundimtare të urës mbi Ibër, ajo është çështje që duhet të zhvillohet si një proces gradual e i saktë, në cilën qëndrimet apo përfitimet politike mund vetëm të mbrëmshme, mund vetëm ta dëmtojnë procesin. Ndërkaq eksperti i sigurisë Arbenda Shefci thotë se nuk ka asnjë arsye për vonimin e hapjes së kësaj ure. Sipas tij nuk ekziston ndonjë rrezik që do ta justifikonte shtyrjen e hapjes së saj. Edhe një herë po e përsëris, nuk ka domethënë asnjë incident etnik dhe në bazë të rezultateve kur nuk ke asnjë incident etnik, siguria vetë se ka mundur këtë pasigurinë, qysh moti tash 3-4 vite. Andaj vetëm se është e mirë se ardhur hapja e kësaj ure që më përpara ka simbolizuar shumë të këqija, kurse tash do ta simbolizoj atë normalen. Gjatë së martës nga Beogradi u paralajmërua ankesat te sekretari i përgjithshëm i NATO-s mbi mundësinë e hapjes së urës së Ibrit për qarkullimin e automjeteve. Ndërkohë, Ministrja në detyrë e mjedisit dhe planifikimit hapësinor, Fitore Pacolli, ka njoftuar se në afërsi të liçenit të Radonishit janë rënuar 5 objekte të ndërtuara në pronë publike. Pacolli, përmes një postimi në profilin e saj në rrjetin social Facebook, ka shkruar se do të vazhdojnë me aksione të tilla për të vendosur ligjshmëri në çdo cep të Kosovës. 5 objekte të ndërtuara pa leje në pronë publike të liçenit Radonishit janë rënuar sot nga Inspektorati Mjedisor. Pronat publike dhe hapësirat tona natyrore do të mbrohen me vendosshmëri, ka shkruar ajo. E një aktivitet simbolik është organizuar me rastin e të 10 vjetorit të lindjes së ish-presidentit amerikan Bill Clinton. Shoqata Miqtë e Amerikës zgjodhi brigadën e zjarrfiksëve të Prishtinës
për t'i përcjell urimet dhe mirënjohjen e popullit të Kosovës. Mëngjesi së mërkurës nuk ishte shumë i zakonshëm për zjarrfekset e brigadës së zjarrfeksëve të Prishtinës. Kësaj rada ata vizituan vendin e tyre të punës me tortë e qirenj. Fest po shënohej për një figurë që ndodhet mira kilometra larg Kosovës. Organizimi u bë nga shoqata Miqtë e Amerikës për nder të 80-vjetorit të ish-presidentit amerikan Bill Clinton për t'i përcjell urimet dhe mirënjohjen e popullit të Kosovës. E komandanti brigadës zjarrfeksëve në Prishtinë, Mual Gashi, falenderoi këtë shoqatë të cilët përzgjedhën ata për festimin e kësaj dite. Jemi një shumë krenar që e keni zgjedhur institucionin tonë bashkërisht na të festojmë datindjen e kryetarit Bill Clinton. Faleminderit shumë. Nga shoqata treguan arsyeën e kësaj përzgjedhjeje. Rastësisht kemi përzgjedh brigadën e zjarrfeksëve të Prishtinës për 80 vjetor, sepse është jubile. Rastësisht kemi zgjedh sepse me vite brigada e zjarrfeksëve ish komandanti aktual, si dhe ju gjithë zjarrfeksat s'keni hezitu në asnjë rast kur ka pas nevojë për ndonjë aktivitet, për ndonjë intervenim, për ndonjë pasim shtatorës, sepse nuk ka qenë formalisht nuk ka qenë obligimi juaj. Ndërkaq, ata para 2 ditësh kanë filluar edhe dhënien e disa dhuratave simbolike tek qytetarët. Pardje kemi fillu me dhurimin e një sasie jo të vogël të këtyne dekorime të caktuara, se dhurata që ju kanë dhënë qytetarëve është një bezh, është një flet palosje të aktivitetit dhe shoqatës, është një dizajn i caktuar ku është letra edhe dizajni, edhe letra që do t'i dërgohet presidenti Clinton. Gjithashtu nga Kosova, presidentit amerikan ju dërgua një letër mirënjohje dhe urime për ditëlindje, ku kanë theksuar se shqiptarët nuk harrojnë. Në New York, si dhe një dhuratë tjetër. Të nderuar shikues, këto ishin të gjitha informacionet që sot i kemi përgatitur për ju. Unë ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë.